jam përmetar dhe ne kemi raport shumë dashuror me alkoolin. Ne e kemi pjesë së përditshmes tonë. Madje e thonë që njerëzit e zgjuar u ashton më tepër kreativitetin. Sigurisht. Ti ke një cilësi të mirë sepse alkooli ty të bën miqësor, të bën dhe të dashur, ndryshe nga... Po, shu do manja fik, do manja... Dhe do dilet e lajmet e cënas. Domethënë, a je ndjerë në raport me alkoolin si një shok i mirë? Vetëm shok i mirë. S'kam abuzuar në mënyrën që... Më kam treguar një histori kur jam emëruar në Estradë e Tiranës që për të më urruar për emërimin, se atëherë ishte gjë e madhe, të emëroheshe në Tiranë, kisha marrë 2 litra raki, po manë boboshtice, ajo ishte në thegjash për të fërkuar, jo, të pire tash. Të pim nga një sa të më urroni për punën, i që rasa ata, pas që bëndë për shtypje sa ishte, ku ishin në të gradacionin. Kur shikoj, ndenjur duke pira të teken e urimit të punës, kur më thot njeri një pyetje të çuditshme, ore, si je me këtë, tha, me kaj, thash. E pina një qik, thash më pyetje e çuditshme, thash ja të them që s'pi do më thonë që na u desh esollën e Estradë e Tiranës, ata të terpini. Po të them që s'pi, të them edhe që pi do thonë na ushtua dhe një, e thash po gjenjë të mesme, pi, tash unë dherë në 5 dopja, këtë jemë në Roma. Për ta tepëruar pi dhe më shumë, po në 5 dopja jam miri tash unë. Unë thash 5 dopja, ku shkoj 5 duar më fërkonin shpatullat në mrapa, mos u mërzit, tha. Po dhe me 5 dopja, tha, e i fundit këtu, tha. Që i fundit? I fundit e në strata, këtu e shrekoni 13 dopja pa bërshurën. Po ishte një kolektiv për rash në aktorë të shkëlqyer. Snersa Lagu vite bonte atë shtazhin e partisë.